Kampioni aktual i Maqedonisë së Veriut në futboll, skuadra e Shkëndijës, që pas vetes la një vit shumë të suksesshëm si në garat vendore e sidomos në ato ndërkombëtare. Nga dita e djeshme zyrtarisht filloi fazën përgatitore për pjesën pranverore, ku kuqezint do të garojnë në 3 fronte: kampionatin vendor, kupën dhe për herë të parë në histori edhe në garat evropiane, pas kualifikimit në play-off të UEFA Liga e Konferencës. Sipas projektit të stafit teknik që drejtohet nga trajneri Jeton Beqiri, ditët janë të dedikuara për ekzaminimet mjekësore, përpara se ekipi të kalojë në ritmin e plotë të punës me 2 seanca stërvitore në ditë. Trajneri Jeton Beqiri për televizionin Koha tha se ekipi fazën e parë do ta zhvillon në Tetov, ndërsa nga 17 janari do të zhvendoset në Antalya. Fillojmë dal me fazën përgatitore, për shkak se këtë vit kampionati do filloj akoma më herët, kurse skuadra jonë normalisht për shkak të ndeshjeve të play-offit në Conference League, ndeshjen e parë kampionatit do ketë 1 apo 2 ditë para për shkak të angazhimeve europiane, dhe insistimi jonë si staf ishte që të fillojmë në kohë dhe këto ditët e para dhe ditët e para të punojmë këtu në Tetov dhe të përfundojmë ndeshjen kontrolluese kundër ekipit Brerës, dhe pastaj nga data 17 janar do zhvendosemi në Antali, ku do kemi edhe 4 ndeshje kontrolluese dhe fazën kryesore të përgatitjes. Sa i përket lëvizjeve të mundshme në merkaton e dimrit, trajneri Beqiri tha se do të ketë lëvizje edhe afrime dhe largime. Për momentin, futbollistët të cilët janë në kontratë me Shkëndijën, normalisht se janë këtu, është specifike situata vetëm me Reshat Ramadanin, të cilët i kanë mbaruar kontrata e huazimit, dhe normalisht klubet do bisedojnë për vazhdimin, sepse dëshira jonë është që Reshadit mbetet pjesë e jona. Pastaj ne jemi në situatë që nuk kemi qenë asnjëherë më parë të Shkëndija, për shkak se për futbollistët tonë ka shumë interesime nga skuadrat huaja, që mund ndodhë që ndonjëri edhe të shitet, pastaj edhe ka futbollistë të cilët do afrohen. Sa i përket situatës me Klisman Cakën, i cili ka oferta mjaft tërheqëse, trajneri Beqiri tha se i takon kryesisë të vendos. Normalisht është kohë merkato edhe takon kryesisë klubit, normalisht në bashkëpunim me ne, që të vendoset se cilët futbollistë do largohen, pastaj ekzistojnë edhe marrëveshje të cilat janë bërë por unë jam shumë i sigurt dhe jam i mendimit se edhe me ndonjë largim apo edhe me afrimet të cilët do bëhen, unë kam besim që Shkëndija do jetë një skuadër e fortë në pranverë, për shkak se gjithmonë jam i mendimit që duhet bazohemi tek grupi dhe jo tek individ. Kujtojmë se Shkëndija deri në ditët e sotme ka prezantuar vetëm Drilon Islamin si përforcim, edhe pse me të madhe po flitet se ekipit do t'i bashkangjitet edhe futbollisti i AP Brerës, Fat Nxenge, por nuk përjashtohen edhe prurje tjera. Faza kryesore e përgatitjeve nga 17 janari deri më 1 shkurt do të zhvillohet në Antalya, ku edhe do të zhvillohen 4 ndeshje kontrolluese. Pjesa pranverore e kampionatit është caktuar të fillon më datë 10 dhe 11 shkurt, ndërsa në ndeshjen e parë Shkëndija në Tetov do të mirëpret Struga Trimlum.